Purgatori, përmbledhje e 5 këngëve të para të librit të Purgatorit të Dante Alighieri. Tani që mendja ime u qetësua dhe në ujëra të kthjellta po lundroj, për mbretërinë e dytë kam për të kënduar kur shpirti bëhet gati në qiell të fluturoj. Duke parë 4 yjet u mrekulluam, planeti i dashurisë na i tregoi, në qiellin e pastër ngjyrë zefiri, vetëm Adami dhe Eva kishin fatin t'i shikojnë. Maturin për ta ditur se çfarë duhet të flasësh, drejtësinë që Zoti një ditë do ta pranojmë, qëndresën kur je në ditët më të vështira dhe përsosjen drejt afrimit me Zotin sa më shumë. Katani është trojtari i purgatorit. Katani është vetvrarë. Si njeri i mirë dhe i drejtë, ai duhet ta kishte vendin në limb, me shkrimtarët dhe të ndriturit e tjerë, ndërsa si njeri i vetvrarë do ta kishte vendin në rrotullakun e dytë të rrethit të 7 në ferr. Nëse të dënuarit e tjerë mund të dliren, të pastrohen dhe të ngjiten në qiell, Katani është i dënuar të mbetet aty deri në gjykimin e fundit. Duke i vëzhguar dhe habitur, njëkohësisht Katani u thot Dantes dhe Virgilit: a mos qielli ka ndërruar kanonin, apo ligjet e greminës janë zhvulosur, që të dënuar vinë te unë pa u sosur? Dante i lutet, i ulet në gjunjë Katanit duke e nderuar, ndërsa Virgili i shpjegon se pse janë ngjitur aty dhe i kërkon leje për të ngjitur më lart, që të vizitojnë 7 rrethet e purgatorit, dhe qëllimi i udhëtimit, sipas Beatrices. Ai i kujton Marcien, e tij të dashur, dhe premton se do ta takojë, do t'i fliste mirë Marcies për të. Katani i thot Virgilit që t'ja rrethoj zbukuroj kokën me kordele, lulesh, Dantes, që të duket sa më i denjë para engjëllit kryembar shtruesit. Ditën e 4 të udhëtimit mistik, ndërsa poetët ndodhen ende buzlumit, nga larg ata shohin anjetarin Angel, që po vjen me shpejtësi për të marrë shpirtërit, për t'i transportuar në malin e shenjtë, ku do të pastrohet shpirti i tyre. Brenda në anije hyjnë deri në 100 shpirtra. Ata arrin kohë pas kohe dhe pyesin poetët për vendin e tyre. Por poetët u përgjigjen se nuk e dinin as për vete, ndërkohë që duket hija e Dantes dhe shpirtërit e kuptojnë se ai akoma është i gjallë. Kazela, njëri prej shpirtërave, i del përpara që ta përqafojë, por më kot, sepse Kazela se ka më atë pamjen jo lëndore. Dante zbulon mikun e tij Kazelën dhe i lutet t'ia marrë këngës, si në ato kohë. Ishte viti 1300 kur Dante ishte i ri dhe Kazela këndonte shumë këngë. Virgili merakoset se ishin vonuar, ndërsa Dante frikësohet pasi kur doli dielli dukej vetëm hija e vet dhe kujtoi se mos Virgili e kishte braktisur. Virgili i shpjegon Dantes arsyet e kufizimit njerëzor. Zoti nuk ua tregon njerëzve mënyrën e krijimit, ai pohon se arsyeja njerëzore s'duhet të pretendojë të kuptojë dhe të shpjegojë misteret hyjnore. Por mjafton të di se gjërat e tilla ndodhin jashtë vullnetit të tyre, pa e ditur si dhe pse ndodhin. Në këtë rast njeriu ngel vetëm duke soditur me mendjen e tij, duke menduar si atëherë kur shijon njeriu një gjë të re, sepse po të shihnim pa kufi, s'do të kishte qenë nevoja me lindë Maria. Prandaj shpresën ti i dashur forcoje, mos e humb kurrë. Një shpirt me emrin Manfredi i lutet Dantes që ta shoh se mos e njeh dhe e porositi që t'i tregojë së bijës se ai është në vendin e shpëtimit, por që ajo të lutet për të, se lutjet e saj ja ulin vjetët e dënimit. Zoti i fal pendestarat në momentin e fundit, nuk i vendos në ferr, por në purgator. Kjo nuk do të thotë se ai nuk i dënon, përkundrazi, koha e dënimit të tyre zgjat 30 herë më shumë se koha që ata e kaluan në madhështinë e tyre në tokë, por lutjet e të gjallëve në tokë mund ta shkurtojnë këtë periudhë dënimi.
Kur shet diçka dhe dëgjohet, ta merr mendjen. Ngulite në mendime, ikën kova, Virgjili e qërton Danten, dëgjoj shpirtërit që të luten, por mos u ndal se u bën vonë për ngjitjen. Pasi ngjiten në bregoren e parë, Dante habitet kur shet diellin nga krahu i tij i majt drejt veriut. Virgjili i shpjegon se ndodhen në hemisferën jugore, prandaj ndodh kjo. Dante do të di se sa kohë zgjat ngjitja, sepse mali ishte i lartë dhe nuk dallohej me sy. Por Virgjili i thot sa më lart të ngjitesh, aq më i lehtë bëhet ngjitja sepse lehtësohesh nga fajet. Fillimi është i vështirë nga pesha e fajet, përtacet qëndrojnë e shkojnë jetën në parapurgator për aq kohë sa e kanë shkuar jetën në përtaci, ose diçka më pak në varfëri, në varësi të lutjeve të gjallëve për të. Shpirtërit hynë në garë, kush e kush t'ja thot emrin më parë, që kur të kthehet në tokë, Dante të dërgoj për shpirtje për të. Një tjetër i lutet Dantes që t'i kujtoj gruas së tij dhe të afërmve të tij se e kanë harruar krejt, lutjet e tyre do ta ndihmonin. Dante e pyet se pse nuk ke një varr, ai i përgjigjet se në kohën kur po jepja shpirt, engjëlli dhe djalli po luftonin se kush me ma marr shpirtin më parë. Kur djalli e pa se fitoi engjëlli dhe ma vendosi shpirtin në purgator, djalli shfryu tërbimin e tij mbi trupin tim dhe më hodhi nga shkëmbinjt në ujë. Ndërsa Pia, një shpirt tjetër, i lutet Dantes që kur të kthehet në tokë, t'u tregoj se ajo është vrarë nga bashkëshorti, burri i saj, dhe se ai gënjeu për vdekjen e saj. Përmbledhje e 5 këngëve të para të librit Purgatori të Dante Alighieri. Thjesht për kuriozitet, në rrjetet sociale lexova një poezi të një shoqes time. Ajo është një poete e vërtet, e kam njohur virtualisht, dhe lexoj poezinë, por edhe komentit që i kam bërë. Një karrige në pritje të një njeriu, të ulej dhe teatrin të shite, histori e tij jepi sonte në skenë e vërtet e dhimbshme sa trupin të dridhte. Filloi shfaqja me mjeshtri aktorësh, dhe njeriu në skenë veten e tij e shite. Para syve i kalonte jeta plag e dhimbje, sa për një qast nuk kujtonte më se nga vinte. U ngrit dhe më nuk donte të shite, turp dhe inat ndaj vetes kishte, që i kishte lënë dhe dashur aq pak sa dhe skenën në aktor sot i mori inat. Komenti im në këtë poezi ka qenë: ua, sa bukur e pikase momentin e fundit të njeriut, trupi vdes, por shpirti ngrihet dhe sheh gjithë teatrin e jetës së tij. Pastaj vendoset ku do të kalojë, te cila portë sipas komedisë hynore. Komplimente. Neviana përgjigjet: përvojat e mësuesve të falenderoj që ke kuptuar atë që unë me dashje tërthorazi e kam dhënë, e vlerësoj shumë komentin tënd. Përsëri replika ime ishte: edhe mësuesit e letërsisë e kanë të vështirë për kthimin e poezisë, jo më fëmijët, nxënësit, prandaj duhet nganjëherë edhe sqarimi, sepse po humbet kultura për leximin e rregullt të librit. Punoj Drita Gjaci Topiana.